Çfarë ishte ai flamur që valvitej tek ai mini helikopter, le themi? Ai ishte flamuri më i bukur në botë, Alban. Nesër do të luhet ndeshja Shqipëri-Serbi, e cila do të mbahet në Air Albania, është e treta midis këtyre dy ekipeve në orën 20:45. Por ajo që e bën shumë interesante këtë sfidë në fakt është interesimi i atyre që duan ta shohin në stadium këtë ndeshje. Për 22.000 vende, rreth 22.000 vende të Air Albania kanë shprehur dëshirën më shumë se 200.000 tifoz për të qenë pjesë. Kjo ka sjellë dhe një tension, po themi, apo një reagim kryesisht në rrjetet sociale për shkak se u vendos, si ndryshe nga herët e tjera, të ketë një shorte për ata që do duan ta ndjekin. Por kjo ka bërë që të ketë pak kënaqësi, duke qenë se një pjesë e madhe për shkak të interesimit nuk arritën të gjenin një bilet për ta ndjekur Shqipëri-Serbi ditën e nesërme. Por po ashtu, një nga elementet që ka rënë në sy është vlera e çmimeve të larta të biletave që gjenden në tregtëzi. Varojnë nga 300 deri në 1.000 euro, të cilat janë duke ushitur aktualisht në këto orë të para sfidës. Po ashtu një element tjetër që ishte problematik apo që është konsideruar si jo fort i qartë, ishte fakti që disa agjenci posedonin dhe ofronin bileta ende pa dalë ky shorte. Shorteu ishte parashikuar që do të zgjaste nga 31 maj deri në 2 qershor, por për shkak të interesimit ai u shtyt deri në 4 qershor. Një tjetër moment i cili ka patur reagim është pikërisht tifozat kuqezi, të cilët janë ata që janë qershiza mbitor në çdo ndeshje, kryesisht atyre që janë luajtur jashtë Shqipërisë apo në evente si 2 rastet e Europianit, të cilat në të gjitha rastet e tjera kanë kapacitetin e tyre, të cilat mbeten për ta në stadium. Kësaj here, federata vendosi që këto bileta të mos rezervoheshin për ta dhe të futeshin në shortesi gjithë të tjerat, duke bërë, po themi, një diferencim për ata që janë besnikët dhe fanbezi i kombëtarës që i ndjek në çdo vend. Po ashtu, kjo ndeshje është shumë e rëndësishme për shkak dhe të historikut, jo vetëm për faktin që po luhet për eliminatorët apo për atë që do të jetë botrori 2026-s, po për faktin që po përballen Shqipëri-Serbi. Kjo vjen sidomos nga ndeshja shumë e famshme, shumë e njohur e vitit 2014, atij tetori të cilin na emocionoi të gjithëve. Ndeshja e luajtur në Beograd, e cila zgjati deri në fillim apo në fund të pjesës së parë, por që në momentin e parë kur arbitri shënoi nisjen e tij, kishte një atmosferë dhe një emocion të jashtëzakonshëm. Tifozeria, fakti që kishte moment thirrje në kor, apo gjithë ajo situatë e ndërtuar në Beograd, në fakt pasoi nga një lojë e jashtëzakonshme e kombëtares Asukohet të Shqipërisë, duke bërë që në minutën e 40 apo rreth fundit të pjesës së parë, një dron i cili nuk u kuptua në fillim zbriti në qendër të ndeshjes. Në fakt ishte ikona aq shumë e njohur e Shqipërisë së Madhe, e cila bëri që të kishte një konfrontim midis lojtarëve shqiptar dhe atyre serb. Kjo bëri që ndeshja Asukohet të pezullohej, të kishte trazira, kujtoj që ishte një moment i rrezikshëm dhe për ata pak shqiptarë që kishin udhëtuar drejt Beogradit për ta ndjekur si ndeshje. U ndërprej ndeshja dhe Shqipëria, pas një procesi të gjatë, arriti që të marrë dhe 3 pikët në tavolinë. Një nga momentet më emocionuese, patjetër ishte dhe ai i kapitenit Lorik Cana, i cili luajti një rol prej kapiteni jo vetëm në fushë të Shqipërisë, në fushë të Beogradit Asukohet për Shqipërinë, por mbi të gjitha për kalvarin që pati pastaj në dyert e UEFA-s. Nesër do të jetë një emocion jashtëzakonshëm, është ndeshja e tretë, ajo që u bën në Shqipëri në Elbasan, më pas ndodhi pa trazira të mëdha, kryesisht një incident i vogël me autobus, dhe kjo do të jetë, po themi, përballja e Shqipërisë me Serbinë e treta. Se çfarë do të ndodh? A do të përsëritet, po themi, skenare të ngjashme me atë të 2014-s, apo Shqipëria është munduar që ta organizojë në mënyrë të jashtëzakonshme? Çfarë do të ndodh me tifozërinë? Çfarë do të ndodh me ndeshjen? Pritet ta shohim. Megjithatë, ka patur dhe prodhuar lajme përgjatë kësaj jave. Disa të arrestuar ka patur për shitjen e biletave në tregtëzi. Se si do të jetë atmosfera, padyshim do të jetë e mrekullueshme nesër në Tiranë, por se çfarë do të ndodh, do duhet të presim ditën e nesërme. Për video të tilla mos harro të bësh subscribe me Denadën.